The court has concluded above that the adoption of the Declaration of Independence of the 17th of February 2008 did not violate general international law, Security Council Resolution 1244, or the constitutional framework. Universiteti I Prishtinës I ka ndarë titullin doktor nderi, doktor honoris causa, profesorit nga Japonia, Hisashi Ovada, në një ceremoni në Fakultetin e Edukimit. Ovada kishte qenë profesor I drejtësisë në Universitetin e Tokios dhe kryetari I gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në vitin 2010, kur kjo gjykatë lëshoi opinion se akti I shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk kishte shkelur ligjet ndërkombëtare. Vendimi I GND-s në atë kohë ishte lexuar nga Hisashi Ovada. Profesori 92 vjeçar u shpreh mirënjohës për titullin e ndarë nga UP. It is my great honor. Zonja dhe zotëri, është nder I madh dhe kënaqësi të më ndahet këtu sot titulli doktor honoris causa nga Universiteti I Prishtinës, institucioni më I lartë, më I dalluar akademik në Kosovë. Pasi mori titullin doktor nderi, Ovada ligjëroi për të pranishmit një temë që u mbështet në dialogun në mes fizikanit Albert Einstein dhe psikoanalistit Sigmund Freud, se pse ka luftë dhe pse njerëzit marrin pjesë në luftë. Për dikë që nuk e njeh botën e Einsteinit, edhe ndjenjen e nacionalizmit si unë do të dukej shumë e lehtë që ta krijonim një kornizë për ta zgjidhur këtë problemin e luftës. Të gjitha vendet shtetet do të vendosnin për krijimin e një organizate dhe për funksione administrative dhe ligjore për të zgjidhur problemet që shfaqen mes shteteve. Me gjithë përpjekje të sinqerta nga njerëz dhe shtete të ndryshme, nuk është arritur të një paqe e dukshme dhe qëndrueshme. Problemi kryesor është në mendjet e njerëzve, qenieve njerëzore, forca që pengojnë përpjekjet për paqe, për këto luftra është dëshira për pushtet. Te qenjet njerëzore, ajo dëshira, instinkti për t'i zhdukur të tjerët për shkak të urrejtjes. Këtë përfundim e nxori Einsteini. Kurse rektori Arben Hajrullahu dhe dekani Avni Puka e vlerësuan kontributin e Ovadas në drejtësi dhe shoqëri. Profesor Ovada nuk është vetëm një profesor I shquar, por edhe një qytetar I vërtet I botës. Një njeri që mëshiron vlerat universale të drejtësisë, dinjitetit, mbrojtjes dhe zhvillimit të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave e dinjitetit njerëzor. Profesor Hisashi Ovada na dëshmon se parimet dhe siguria ligjore nuk janë ideale abstrakte, por udhërrëfyese për qeverisje më të drejtë, paqe dhe bashkëpunim në nivel global. Ai rikonfirmoi të vërtetën e popullit të Kosovës se liria, pavarësia, demokracia nuk ishin vetëm zgjedhje politike, por edhe një momentum etik që do të mbetet thellësisht I skalitur në kujtesën historike. Profesor Hisashi Ovada, duke pranuar këtë titull nderi, ju jeni bërë pjesë e përhershme e trashëgimisë sonë akademike. Edhe pse asnjëri prej nesh nuk është I përjetshëm, ndikimi I juaj në drejtësi, diplomaci dhe në arsim do të zgjasë për breza. Pra I mbrojtje të drejtat e kombëve më të vogla me të njëjtin përkushtim. Karriera e tij na kujton se parimet janë më të rëndësishme se pushteti. Dhe se drejtësia bëhet vërtet universale kur mbështetet me guxim dhe dinjitet. Vendimet dhe mendimet këshillëdhënëse të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në shumë raste formësuara nga udhëheqja profesor Ovadas përfaqësojnë një përpjekje të madhe intelektuale dhe profesionale për të mbrojtur të drejtat universale dhe paqen bazuar në parimet e së drejtës ndërkombëtare.
Në bazë të statutit të UP-s, titulli doktor nderi i ndahet një personi që ka arritje të mëdha në fushën e shkencës dhe artit apo ka dhënë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e marrëdhënieve njerëzore, në mbështetjen dhe konsolidimin e paqes.